U shkatruan njerëzit përveç të diturve. U shkatruan të diturit përveç atyre që vepruan me dituri, dhe u shkatruan ata që vepruan me dituri përveç të sinqertëve. Madje edhe të sinqertët janë në një rrezik të madh, sepse duhet çdo herë ta kontrollojnë sinqeritetin e tyre. Kështu shkruhej në disa libra klasik të diturive islame, në hapjet e tyre, për ta përgatitur njeriun shpirtërisht për atë që kërkon dituri, për ta orientuar dhe për ta këshilluar. Pra çdo vepër e njeriut e ka përfundimin tek qëllimi dhe sinqeriteti i tij. Aty merr vlerë ose jo veprimi. Dhe nuk mund të rri pa cituar edhe origjinalin. Halaka an-nasu illa al-alimun, wa halaka al-alimun illa al-amilun, wa halaka al-amilun illa al-mukhlisun.